Maqedonia mund ta humbë rekomandimin për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian pas dështimit të mbrëmshëm për arritjen e marrëveshjes politike. Këtë e ka bërë të qartë numri 1 i Komisionit Evropian Johannes Hahn mbrëm në Përgjino. Shansi i fundit për të ruajtur rekomandimin, siç ka thënë Hahn, është arritja e marrëveshjes në grupin e punës brenda ditës së sotme, kur skadon edhe afati 20 tetorit i parashikuar me marrëveshjen e Përgjinos. Mbrëm komisari Hahn u ndai dëshpëruar nga dështimi. Shpresoj që e kanë kuptuar seriozitetin e situatës. Definitivisht nuk ishte ditë e mirë, por shpresoj që dita e ardhshme të jetë më e mirë për arritjen e marrëveshjes. Është e nevojshme që partitë politike të qëndrojnë ato që janë marrëvesh më 2 qershor dhe 15 korrik, në mënyrë që të mbahet gjallë perspektiva evropiane. Sinqerisht nuk mund të parashikoj se çfarë do të thotë kjo për aspiratat evropiane, por për momentin duhet leadership, përgjegjësi dhe kujdes për fatin e shtetit, tha Johannes Hahn, komisari evropian për zgjerim. Lideri opozitar Zoran Zaev nga ana tjetër theksoi se VMRO-DPMNE po blen kohë dhe kujdeset më shumë për ndalimin e bombave sesa për ardhmërinë evropiane të vendit. Nuk mund ta kuptoj asun, as ekipi ynë negociues, besoj as opinioni, se si është e mundur që për dikë të jetë më me rëndësi që nga këto 12 orë bisedime, 8 nëntor t'i harxoj për ligjin për ndalimin e bombave politike, sesa ardhmëria evropiane e qytetarëve të Maqedonisë, u shpreh Zoran Zaev, kryetari i LSDM-s. Kryeministri Gruevski nuk u ndal për deklarat para mediave pas përfundimit të takimit. Në vend të tij u prononcua deputeti Ilia Dimovski. Sidoqoftë, është situatë e komplikuar që duhet të zgjidhet dhe mendoj se në ditët e ardhshme do të arrijmë të gjejmë zgjidhje dhe të mësojmë zhvillim normal të raporteve politike në vend, deklaroi Ilia Dimovski, deputeti i VMRO-DPMNE-s. Bisedimet e djeshme janë zhvilluar në 2 grupe pune, njëri që ka biseduar për ligjin për ndalimin e bombave dhe ligjin për mbrojtjen e informatorëve, dhe tjetri për qeverinë dhe komisionin anketues parlamentar për përgjegjësinë politike për përgjimin. Vështirësitë kryesore kanë qenë rreth ligjit për bombat, ku VMRO-DPMNE ka kërkuar dënime rigoroze për mediat, ndërsa nuk ka pranuar propozimin e LSDM-s që ligji të jetë në përputhje me Konventën Evropiane për të drejtat e njerëzit dhe kjo të përkufizohet brenda tekstit. Kjo do të nënkuptonte se pavarësisht ligji do të ruhet ekskluziviteti i interesit shoqëror para interesit individual. Në fund, VMRO-DPMNE nuk pranoi as propozimin e komisarit Hahn që formulimi të jetë në përputhje me vlerat evropiane. Kjo ka qenë e tepërt për komisarin Hahn, i cili ka ndërprer bisedimet pak pas mesnatë dhe është kërcënuar me humbjen e rekomandimit. Pasi liderët shqiptar Ahmeti e Thaçi kanë braktisur Përgjinon, Hahn ka tentuar t'i ulë sërish Gruevskin e Zaevin, duke lënë mënjan bisedimet për bombat dhe duke u përqendruar në ligjin për qeverinë. Gjithë këto bisedime kaq të gjata, ka gjëra që janë afruar, ka edhe disa dallime të vogla, do vazhdojnë grupet e punës për t'i përmbyllë të gjitha dallimet që ekzistojnë mes të gjitha partive politike. Bisedimet kanë dështuar përfundimisht pas insistimit të VMRO-DPMNE-s që ministri i ri i brendshëm të mos ketë të drejtë të kryejë asnjë ndryshim në hierarkinë e MPB-s. Edhe zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi alarmoi humbjen e mundshme të rekomandimit për çeljen e negociatave. Pas takimit me zyrtarë të lartë evropianë në Bruksel, Besimi theksoi se zbatimi plot i marrëveshjes politike, paralelisht me përmbushjen e reformave, janë kusht i domosdoshëm për rekomandimin e si vjetme të Komisionit Evropian. Sipas Besimit, madje kjo është mënyra e vetme që Maqedonia të vazhdojë rrugën evropiane. Paralajmërimi i Brukselit vjen vetëm pak kohë përpara publikimit të raportit të progresit për vendet kandidate për fshirë Maqedoninë.